Shkojmë drejt për drejt në Kosovë, presidenti Vjosa Osmani është në një komunikim me gazetarët. Të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kushdo që e fiton. Është mirë që gjuha që përdoret në politik të jetë brenda suazave të normalës. Unë i kuptoj kritikat, i kuptoj qëndrimet e ndryshme të partive politike, por detyra ime si presidente është të sigurohem që kemi një datë kur zgjedhjet mund të organizohen. Po ashtu mos harroni një gjë. Cili do president i përgjithshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi pjesëmarrje më të vogël. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi probleme në organizimin e tyre. Nuk kërkon që të zgjidhen data që bëjnë të pamundur realizimin praktik dhe të rregullt të zgjedhjeve. Një president i përgjithshëm zgjedh datën më të mirë, pavarësisht dëshirave që mund të shprehen në publik. Kështu që akuzat vazhdojnë, ne vazhdojmë punën tonë në interes të Kosovës. Sa i përket Glauku Njufcës, ditën kur është kërkuar mandati, unë kam pasur, siç e dini, para sa të flas me ju, një takim me të, ai më ka informuar qartë se me kë është duke biseduar, edhe unë kam thënë publikisht që fjala është për deputet individual, ai ka qenë vetëm pak vota larg krijimit të qeverisë dhe kushtetuta kërkon që t'i japet mandati atij ose asaj që i ka gjasat dhe jo garancat. Pra dikush që vjen deri te 56 vota dhe që tregon qartë se me kënd është duke biseduar për të arritur 61-shin, i ka gjasat. Më tregoni ju kush ka qenë kandidati tjetër me gjasa më të mëdha.